أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم بينهم شورى ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من مات وليس في عنقه بيعة مات بيتة الجاهلية صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bazat dhe elementet e shtetit islam. Pak shumë një muhabet aty ta zhvillojmë pak a shumë, domethënë ta shihni konceptin e Kurani Kerimit dhe të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se si është vizioni i një shteti. Edhe këto tema janë aktive gjithë kohër aty, edhe sot, do të thotë janë edhe më aktive kur shikoni dhe përcjellni shtete dhe qeveri që rënohen e ngriten, do të thonë një përfundon e tjetra fillon. Dhe nëse i përcjellni, do thoni i shihni elementet dhe bazat e filozofisë mbi të cilët ndërtohet një shtet. Edhe pastaj gjatë ndjekjes së zhvillimeve dhe personave, domethënë të cilët zhvillojnë politika, e shihni domethënë jetën dhe veprën e tyre private, përgatitjet e tyre, pa përjashtim, me kam fjalën për botë. Edhe nëse pak a shumë keni një uri, domethënë i krahasoni pak me Kurani Kerimin dhe shihni se koncepti i shtetit islam parafarsisht nuk ka kurrë të përbashkët me këto shtete që ekzistojnë sot në botë. Tash është temë shumë e vështirë, edhe do shumë kohë, po unë kam fjalën vetëm pak do të mundohemi që ta krijojmë një pasqyrë. Do të thotë ajetin që e lexova, Allahu subhanahu wa taala flet për një parim shumë civilizues. Është një parim shumë i ngritur njerëzor moral, para se të jetë politik. Allahu në Kur'an ka treguar për shoqërinë islame. Kur them shoqërinë islame, do të thonë dhe grupet, strukturat, partitë politike kushtimisht, grupet, shoqata, organizata që krijojnë domethënë mendime, opinione dhe bëjnë ndikim në krijimin e një shteti. Allahu ka thonë Kur'an, dhe muslimanët dallojnë dhe veçohen nga të tjerët se fillimisht shtetin e vendosin mbi parimin e konsultimit. Shumë është më rëndësi. Nëse shikoni sot, domethënë dhe gjë në botë, do të mësoni se gati tek të gjitha qeveritë, domethënë mungon parimi i konsultimit të gjerë. Domethënë është një element i cili lidhet me atë që pejgamberi alayhis salam në fillimin e tij tha inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, domethënë mu Zoti më ka dërguar që t'i plotësoj normat dhe kodeksin e moralit. Tash morali në politik është temë e cila sot nuk diskutohet. Morali në politik aktuale në botë mund, si të them, të llogarisin i çmendur, ose dëshira të parealizuara moral në politik. Ki parim, nëse e keni ndëgjuar ndonjëherë, do të thotë bisedat që i banën muslimanët fill mas vdekjes së pejgamberit alayhis salam dhe në prag të vendosjes së kalifatit, do të thotë, në Luginën, Kudrinën, Sakif, është e njohur shumë ku u takuan, do të thotë, muhaxhirët dhe ansarët. Këto krerët që janë të njohur në historinë islame, të cilët do të thotë vendosën themelet dhe parimet e shtetit islam, ata patën konsultime. Do të thonë dhe për atë edhe në kuptimin që Zoti paraprakisht kishte treguar se kultura dhe civilizimi i një populli është që e shtrin, domethënë, shtetin, bërjen e shtetit dhe bërjen e politikës e shtrin e hap në mënyrë shumë të gjerë, në konsultime. Tash aty unë nuk po du të bisedoja, ma për shembull Kosova në zgjedhjet e parafundit, jo këto të dielës, këto të tjera që ishin para një kohe, domethënë dhe shkaku i mungesës së kulturës së konsultimit e detyruan shtetin të shkojë
edhe njëherë në zgjedhje. Dhe ne që atëherë thamë, do të thotë se këto grupet që nuk janë të përfshira drejt për drejt në politikë, shumë pak e kanë ndihmuar situatën në Kosovë, për ta tejkaluar ose për ta gjetë një zgjidhje ku domethënë popullata ose si partitë politike ishin pranë një zgjidhje. Ne kishim mbajtë zgjedhje, ishin rezultatet, ishin si them partitë politike, bisedime edhe ama u dash domethënë shumë të tjerë ta ndihmojnë, ta ndërmjetësojnë dhe të vinë të një ujdi dhe të tejkalojnë situatën për parimin që po flas. Allahu i ka lavdruar muslimanët në politikë bërje se janë konsultativ dhe nuk janë kryeneç, mendje madh, këmbgulës, njerëz që nuk e njohin domethënë konsultimin, nuk marrin propozime nga të tjerët as mendime, as nuk japin të drejtë të tjerëve të kontribojnë. Domethënë shumë sende, e dini, domethënë mungesa e parimit të konsultimit shkakton pasoja, pastaj domethënë prekin fusha të ndryshme. Dhe domethënë e shter buxhetin, e vënon krimin institucioneve, mbetën shumë procese pa nënshkruajtë, shumë programe pa votuar, shumë projekte pa i financuar, domethënë e ngec. Parimi musliman është konsultimi, të merreni do të thotë vendime dhe mendime, ose për shembull e keni tani aktualisht Shqipëria që po kalon këtë krizën. Aty vetëm si shembull, pa u fut shumë në analiza. Domethënë, okay, morrin vendime, domethënë shesin toka, ishuj, sellin investitor, tash nuk jam për të thënë po edhe jo, të kuptohemi. Është po duhet të them që mas një kohë, domethënë, dalin një masë e madhe që thonë se ne s'jemi të informuar, nuk e kemi ditën, askush kërkan se ka informuar me kohë, as nuk kemi konsultuar, as kemi marrën mendimin e palëve, ku ta di çka. Domethënë, është mungesa e konsultimit. Tash konsultimi në politikë kam fjalën ajo reflektohet edhe në familje. Nëse e keni një familje ku nuk konsultohen në shtëpi për punët e të nesërmës, për punët e familjes në të ardhmen, projektet, investime, kursime, fitime, arsime, zanate, një familje e cila nuk konsultohet në mbrëmje, nuk bën muhabet, nuk është e hapur. Ta merr me një familje nuk ka sukses. Se jetojnë do të thotë në një kulm të vetmuar, çdo kush bot në vetë të përçar. Ki parim është shumë i madh, është parim hinor. Kjo ne jemi të fol me fjalë toksore, njerëzore, ama urdhër janë hinor. Këtë parim domethënë u dash në kulturë të politikës ta sjellim ne si musliman. Tash në historinë islame ka plot dëshmi që tregojnë se muslimanët e kanë apliku dhe zbatu këtë parim. Ju e dini për shembull se ka pas raste gjatë jetës së pejgamberit alayhis salam. Ka lëshu një urdhër Rasulullah alayhis salam. Një porosi dhe ke raste të panumërta e kanë kundërshtuar. Një burr, një grua, një qytetar dhe pejgamberi alayhis salam është ndal. E ka miratuar, si të them, mendimin, propozimin ose kritikën e tij e ka pranuar ndal. E keni rastin Hazreti Omerit. Domethënë gjatë fjalimit në ditën e xumës, kur çohet ajo gruaja i thotë, "E ke rregull, ama nuk është ashtu." Edhe dhe Omeri për shembull në prani aty, tamam thotë kërkoj falje, nuk është thotë ashtu sikur ka thotë Omeri, po është sikur ka thotë ajo grua. Ju që ta kuptoni se shumë larg jemi politikës hinore, politikës profesionale, politikës e cila është themeluar në devotshmëri, jo politika e skandaleve, amoraliteteve, marrinave, keshpërdorimave, nuk e di unë, i përfshirë në për grupe, klane, ne jemi mësuan, tash, për atë po them, kjo tema është si bidat, tash e ke vështirë me e futën në opinion. Çka janë këto biseda? Politika dhe morali? Tash të ne, atje, këtu në botën islame, njerëz që kanë vjedh pushtetin, detirat, qytetarët, kanë keshpërdor ata, këta, moralitet, skandal, hajdut, hajn, po mendon se këta do të bojnë politikë. Kjo mendoni. Okej, domethënë parimi numër 1 në islam është të konsultoheni në mënyrë të gjerë. Demokracia e ka një tmet se i ka dhënë pushtet, si të theme, jo për qëllime të mira, jo që demokracia ka respektuar e ka dash qytetarin për t'i dhënë të drejtë dhe liri,
E kam fjalën të drejta votës. Ju çka mendoni një vajzë dhe djalë 17 vjeçar? Vërtet ka kapacitet me zgjedh, me ditë kush çka është, çfarë përgatitje pika vjen, ku akoni përfshim, çfarë skandalle ka, figurat, ne kur po mundohemi mi ditë në politikë, ki e ditë do informacione, ma ti ki po 60 vetë, 100 përvoja i ke dhe s'jen gjenje me ditën kush çka, ku është i përfshim, prej ka vjen, ku i ka sinime, orientime, demokracia shë ka bon. I ka thonë të drejtë, dhe më thonë qytetarëve me vendosën. Qëllimi ka qenë neve, dhe më thonë, numrat në duhen, nuk kam rëndësi kvaliteti, votat, numrat flasin në demokraci. Ama masa e cila ka bo zgjedhje, a e ka dit, a se ka dit, për shumë që ta me një 17 vjeçar, kushtimisht, që nuk i përcjell edhe pak punët. A ka mundësi me e dit, që ka të më thonë majtis, gjastis, qendror, punon me Rusia, në bashkëpunim me Serbët, shërbimeve sekrete, Mosadi, CIA, ki ka qenë tradhtar, baba jati, i përfshim antej, kja skandalos, kja vrasës, ki ka qenë një ignorant, i ka blet diplomat, ka në pushtet, ta amenja që një vajzë dhe gjalliri ka kapacitet me e bo dalimin, me dit kush është hero, komtar, familjar, politikan, intelektuale, dhe kush është ignorante, gjahile, kujti shka. Ama me rëndësia në mbromje i numrojmë numrat. Nuk në intereson. Kër e patën pijet njënin a gjenë në historinë islame, sepse është humbën shteti, thot adi pse. Thot ne punë të mdhoja me përgjithësi të larta dhe serioze, ja besonim njerëzve të vegjël, ignoranteve të paditur. Dhe punë të vogla, ja besonim njerëzve të mdhoj. Do të thot ishte në nënçmimi, do më thonë djetarin e vendosin ligjiruas gjumon me një mal. Ose një profesor doktor, një arsimtar, e vendosin, do më thonë, drejtor në një katon atje. Ignorantët i binë në përqendra ministri dhe drejtora në për metropole. Kushtimisht. Punë të mdhoja, ja linim njerëzve të vegjël. Dhe punë të vogla, ja linim njerëzve të mdhoj. Do më thonë, banim në nëshmim, i në nëshmonim kuadro. Po për shumë se konsultime ne nuk pranojmë, ne morrim pushtetin dhe nga i moment na vendosim, nuk ka këtu parim konsultimesh. Ta që di mës të futëm edhe këtu se për të them një më rezerva të folën. Në këtu nga disa në përëndim, sa ligje kalojnë, a mendoni a janë konsultuar mjaftueshëm këta për me respektu mendimin e qytetarit që a është vërtet se qytetarët janë për këtë ligj, këtu do ligje të amoralshme. Do më thonë në Kur'an, për t'i pasën shteti qeveria themelet të fuqishme të mos luhatet nga çdo rast, do më thonë është parimi i konsultimit. Dhe çdo gjë që vendoset vetëm pas një konsultimi të gjerë, dhe me kohë të mjaftueshme, dhe me të drejtë të pjesëmarrjes të gjithëve që janë, do të thonë për të krijuar një mendim dhe opinion. Në Islam është shumë më rëndësi, do të thotë monoteizmi, themelet e shtetit islam, kam fjalën, besimi që pastaj me ndihmën e sistemeve tjera, do të thonë me rabin e kalifatit janë shpikën risie, bidate, sisteme që e kanë ndarë besimin nga politika, një ditë moti e përmenda. Do të thonë nuk është më rëndësi çfarë referenca kemi. Më rëndësi do të kemi një shtet i cili duket demokratik dhe më pas ti e kupton se këto demokraci janë të përfshira në skandale, sikur që po i shifni tani në për botë. Di që bota, do të thonë, kam ngel pa mend, kur e kanë kuptuar se çka po bëjnë kanë liderët e botës, që janë njerëz pa mëshirë as zemër. S'kan as referencë, as besimit, as familjes. Janë të larët shpërlar nga çdo element që lenë mundësien pak të besojsh, edhe kur të bish me fletë se e kam një shtet i cili më përfaqëson. Edhe kur bota e pa, se në Islam prandaj është, do më thonë çështja e besimit me ndihmën e të cilës kalohen shumë probleme pa i diskutuar, ta moralitetit sot që i keni në botë. Besimi si një element i ngriqjes së një shteti është, do më thonë, zgjidhja e problemeve me automatizëm. Ati të kështë pas një shtet, do më thonë, që e ka referencë besimin, ti martesat e gjenive të barabarta nuk i keshe mo problem, as në media, as në gazeta, as jap mendimin, as konsultime, as me mor kohë, as energjia, as financa, ai s'ka nevojë për diskutim.
Kishte qenë domethënë shteti i bazuar në një besim, vjedhjet, keq përdorimet e tjerave, skandalla, alkooli, droga, prodhimi, e shiti, e zuë, e kapi, nuk ekzistojnë. Alkooli, bixhozi, droga, derri, dreçi, më thash, ati kur e shifsha një ditë në Maqedoni, njoni po flet për parandalimin dhe ndalimin e bixhozit. Ama vetë kumarëgji. Ati që paka shumë e një personalisht, ati të më vjene me vjell, më nuk ketë çka ban tash. Ati njoni shkon të shëtitën edhe të jas me babën edhe me nonën. Thot, oj non, thot, unë që jam rëndës edhe hajdut, a shkoj në xhehenem? Jo, birë jam, ka thonë, ti shkon në politikë. O mërësh, kur mësohesh me gjona, dhe më thonë, Islam është edhe pjesë e shariatit, dhe më thonë ligji i cili rregullon raportet me Zotin, me qytetarët e tjerë, është, dhe më thonë, populli dhe vendi dhe qeveria. Dhe pejgamberi alayhis salam kur ka ardhur në Medinë, domethënë si zanafilla e themelimit të shtetit, ka qenë ngritja e xhamisë në kontekstin jo të adhurimit, domethënë të rezidencës, të qendrës, prej ku burojnë domethënë dhe lëshohen verdikte, urdhëra, detyrime, rregulla e tjerë. Domethënë shteti duhet ta ketë qendrën prej ku domethënë fillojnë raportet. Edhe pejgamberi alayhis salam për të fuqizuar domethënë themelet e shtetit dhe shoqërisë islame e bëri vllazërimin. Tash kjo vllazërimi mua e di tradicional nuk ka nevojë të përsëritemi. I vllazëroi Mekasit me Medinën, se du bidis. Në vazhdim duhet ta përpunojsh idejen, edhe isha të i këshira në për këtë kohëve të fundit të zgjedhjen në Kosovë, këto skandallet në Shqipëri, e në Maqedoni tash këtë aktivizu pak politikat e ne, përsëri, nuk kanë diçka në rregull, është një paralajmërim, nuk e di, domethënë janë ngrit edhe një herë të shtetit në kamp aty. Edhe tash çohet njëri në deklaratë i shifsha komentet. Të i ka vllazëruar. Apo nëse dikush ansha një figurë flet ka veriu, kur ta kështu jugu, sa dush. Nëse flet i Tetovës, Kumanova, reagime ana sjellta të Kosovës, edhe ai niveli i ulët të moralit, me non, e me motër, e me gruje, e me çka ka për keqardhje, no comment. No comment. Kërkun botë si kje, edhe 100 herë këna e kam përmendur, edhe në vazhdimsi, unë i përcjelli domethënë komentet në gjuhën gjermane, angleze, maqedonase, arabe, nuk e di çka. Kërkun botë nuk ka që si ndarje të mbrëmshme, që si thyrje, që si amoraliteti, që si ultësira. Hiç kërkun botë nuk ka. I përcjelli. Edhe më shkoj menja të kjo që i po them. Edhe pejgamberi alayhis salam i vllazëroi Mekasit dhe Medinasit. Ne kemi nevojë për një revolucion të mbrëmshëm shpirtëror. Neve dikush duhet të na bashkojë. Ja dashuria e dheut, domethënë çështja kombëtare, nacionale, ose duhet të na bashkojë besimi, ose duhet të na bashkojë kultura, vedia, diçka duhet të ndodhë. Ose për shembull këto qeveri e parti që shkojnë e vinë këto, domethënë e zhveshën popullin nga morali. Që dikur domethënë edhe pse ishte mungesa e komunikimit, ne jemi rritën e dini, s'kemi pas kontakt me Kosovë, Shqipëri, ose ata me neve, ishin ato muret, ato vite. Mirë, po dashuria dhe respekti ka qenë shumë më i madh. Nuk ka ndodhur domethënë një shqiptari një troje domethënë të sillet në këtë mënyrë ndaj një shqiptari tjetër të trojeve. Sot ekziston komunikimi fizik, shkojmë, vim, kemi shoqënie, miqësie, raporte, sharje, fyerje, urrëqje, zona, klane, grupe. Dikush duhet të mban përgjegjësinë, domethënë që e kanë ulën këtë popull deri në këtë derexhe, kam thënë se kjo nuk ka ndodhur vetvetiu brenda natës. Një popull që ka qenë domethënë për mashallah në fushën e moralit, e dashurisë, e unitetit të mbrëmshëm, me radhë në këtë nivel domethënë se kuptoj. Vllazërimi dhe bashkimi i muhaxhirëve dhe ansarëve si një themel i cila i paraprin bashkimin. Që do të thotë? Sot ne çështu që jemi, domethënë ne po tregojmë faktin se jemi të gatshëm për bashkimin. Apo kupton, nuk je i gatshëm. Moralisht nuk je i gatshëm. Çka duhet ti bashkimi kur ti po hahesh me vllaun? Shahesh, fihesh, nuk e di unë, edhe ata deri në pakufi, edhe dashën të vendosen me disa standarde të moralit. Këtë botë e din kritikën. E kritikon një send, domethënë jap një mendim. Nuk pajtohem me atë, por këtë, ama të shahesh me gruaje, me none, me motër, me abdazi, me emra, me këtë nuk e justifikon kurkush, nuk e kupton, kjo nuk ka për analizë, nuk ka as për muhabet. Xhamia do të thotë,
si parlament, si qeveri, vllazërimi, bashkimi dhe betimi. Do të thotë që duhet të betoheni. Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, kush vdes dhe nuk ka betim, e kam fjalën pranë një qeverie, nuk e ka votuar një qeveri kushtimisht, tash dispozicija zbërthej, thot vdes si një ignorant. Do të thonë nuk i integruar në fushën e politikave. Pastaj te ne ka struktura të cilat domethënë dalin me asnjë opinione që të merresh me politikën është bidat e është haram, aty ka edhe kësi ideja, kush e din. Domethënë kanë paraqjiku politikën si gjallëzore dhe është haram si musliman më morë me politikë. E një mendimtar musliman ka thonë, muslimani i cili nuk merret me politikë do të qeveriset nga dikush i cili pastaj nuk merret me islam. Okej? Pejgamberi alayhis salam në hadith ka thonë, ati që nuk i interesojnë zhvillimet politike të shoqërisë islame, nuk kanë shprej nesh. Keni kujdes, nëse takoni një njeri që është pasiv dhe don të krenohet me atë që mu s'm intereson, dhe me ki shumë i mençur tash, aty ki mbi politikën. Mu nuk më intereson, vallahi s'merr me atë punë. Kush nuk merret me zhvillimin e çështjeve politike të shoqërisë islame, nuk i përcjell, nuk i ndjek, nuk jap një kontribut, nuk ka shprej nesh. Domethënë kultura e kam fjalën islame për të morën me atë, dhe në islam është shtilla, do të thotë shtetit islam, drejtësia dhe barazia. Domethënë drejtësia duhet të sillet në vend dhe të ngelet e panvarur, sikur që ishte dikur në shtetin islam, dhe nuk kanë rastit ne kur po interpretojmë, e di se ka pasur edhe ka zëra ende, për shembull ki fjalori klasik jo xhallarëve, e di Abu Bekri, Omeri, Shurehbili, Amomi, e di edhe dikush, boll me ata, po kemi xhoma një njerëz që unë po ta tregoj. Xhoma një njerëz që është i drejtë. Dhe i panvart në jurisprudencë që unë me kënaqësi ta interpretoj. Po s'ka. Para ditëve këtu ishte debati i madh në Gjermani, Këto ishin mbledhën, domethënë gjykata, ku di unë, bisedonin dhe vuanin nga që partia politika që përzihet në Gjermani në gjykat, haptazi. Fatkeqësisht thot, pushteti politik në Gjermani akoma e ka fjalën e fundit në drejtësi. Leni jo ato mohabete me paragjykime të Sokakit se Gjermania e ka gjykatën e panvartë, dikush s'ka gjykatë të panvartë. Ama që tash me dëshmi, e di? Edhe ato ishin domethënë doktor profesora që ishin mbledhur në një forum të biseduan, kërkonin domethënë edhe më tutje që politika në Gjermani ti hek duart nga gjykata, lemra atu kur të më vjen në Londa, unë e trajtoj. Po tash boll me Omerin e me ata, Hazreti Aliin, kallëma po kanë të tregoj, tregom atë një model që unë po ta interpretoj. Mos po do atë gjykatën speciale të Maqedonisë ta interpretoj. Gjykata speciale që u korruptu pastaj edhe ajo, e di mo. Pastaj po detyrimisht do të kthehemi te bazat, te Kurani, Suneti dhe gjenerata e cila i vendosi themelet e një politike islame, kam fjalën e përzier, domethënë me besim dhe moral. Di elementet të cilat në politikën botërore sot nuk ekzistojnë. Inshallah Allah subhanahu wa taala na fuqizon e vetëdijson e në bashkon. Domethënë që edhe ne të fillojmë të merremi me politikë, të jemi zotit e vetes tonë, e di? Të mos mormi urdhëra nga lart se çka duhet ne të bëjmë në shtetet tona. Kjo bëhet nëse ndjekën këta parime për afërsisht, domethënë vllazërimi, bashkimi, konsultimi, besimi, morali e tjera, domethënë boshi zoti vetvetes edhe domethënë e mot edhe e kep çish i ke nevojët dhe mundësitë. Walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.